Shkruan Gjergj Zefi, Shqipëria nuk ka problem vetëm se po humbet popullsinë. Ajo po e grumbullon popullsinë, ekonominë, universitetet, administratën dhe mundësitë në një hapësirë gjithnjë më të vogël rreth Tiranës. Qeveria kërkon të ndryshojë hartën e bashkive, por dokumentet e saj tregojnë një problem tjetër. Vendi ka nevojë për një strategji kombëtare që ta bëjë të mundur jetën edhe jashtë kryeqytetit. Shqipëria po bushatiset ndërsa Tirana po ngjeshet. Ky është paradoksi që del nga dokumentet mbi të cilat mazhoranca po ndërton reformën e re territoriale. Vetëm 13 bashki mbajnë 62.5% të popullsisë së Shqipërisë. Në anën tjetër, 30 bashki, pothuajse gjysma e hartës administrative, kanë vetëm 14.2% të banorëve. Mesatarisht rreth 57% e territorit bashkive rezultoni pa banuar. Në 51 bashki raporti i varësisë demografike qëndron mbi mesataren kombëtare dhe në shumë prej tyre të moshuarit te i kalojnë fëmijët. Vetëm 6 bashki plotësojnë kriteret e përdorura nga analiza për të klasifikuar si qytete. Këto shifra nuk përshkruajnë thjesht një problem të hartës administrative, ato përshkruajnë një model zhvillimi që po e ndan Shqipërinë në dy pjesë, një territor që zbrazet dhe një kryeqytet që mbipopullohet. Censusi i vitit 2023 numëroi vetëm 2.4 milion banorë në Shqipëri, rreth 420.000 më pak se në vitin 2011. Ndërkohë Tirana ka vazhduar të tërheqë popullsi, vende pune, kapitale, universitete, administratë dhe shërbime. Instate vendos popullsinë e bashkisë Tiranë pranë 600.000 banorëve, ndërsa qarku i Tiranës përfaqëson gati 1/3 e popullsisë së vendit. Problemi nuk qëndron te fakti që njerëzit zgjedhin Tiranën. Problemi qëndron te fakti se shteti u ka ngushtuar alternativat. Një familje nuk largohet nga Kuksi, Peshkopia, Berati, Gjirokastra, Korça, Shkodra apo Fieri sepse ndron të kalojë 2 orë në trafik në Tiranë. Njëri nuk largohet nga qyteti i tij sepse aspiron të paguajë një pjesë të madhe të rrogës për qira. Prindërit nuk zhvendosen drejt kryeqytetit sepse dëshirojnë betonin, ndotjen, trafikun dhe distancat. Ata vinë sepse Tirana përqendron mundësitë. Këtu ndodhen pjesa më e madhe e institucioneve qendrore. Këtu përqendrohet një pjesë e madhe e tregut të punës së kualifikuar. Këtu ndodhen universitetet kryesore, spitalet e specializuara, kompanitë e mëdha, administrata, mediat, industria e shërbimeve dhe pjesa kryesore e ekonomisë që kërkon fuqi punëtore të kualifikuar. Kur shteti i përqendron mundësitë, qytetari ndjek mundësinë dhe kështu krijohet mekanizmi që po ndryshon hartën njerëzore të Shqipërisë. Një qytet humbet të rinjt, me të rinjt humbet konsumatorët, profesionistët dhe sipërmarrësit. Me rënien e popullsisë zvogëlohet tregu lokal, bizneset investojnë më pak, shërbimet dobësohen, shkollat humbasin nxënës, mjekët dhe profesionistët largohen, vlera ekonomike e territorit bie, pastaj largohen njerëz të tjerë. Në fund qeveria hap hartën dhe konstaton se bashkia është bërë shumë e vogël. Por kush e bëri të vogël? Ky është debati që mungon në reformën territoriale. Mazhoranca propozon të shkrijë 15 bashki dhe ta çojë numrin e tyre nga 61 në 46. Në listë gjenden Fusharzi, Klosi, Rogozhina, Dimali, Poliçani, Patosi, Divjaka, Selenica, Malishi, Këlsyra, Memalia, Elibehova, Cëriku, Belshi dhe Prenjasi. Por bashkimi i dy bashkive nuk krijon një ekonomi. Nëse Poliçani humbet popullsi, vendosja e tij në një bashki tjetër nuk krijon vende pune në Poliçan. Nëse një iri largohet nga Belshi sepse nuk gjen perspektivë profesionale, ndryshimi i tabelës administrative nuk e kthen në Belsh. Nëse Divjaka ka potencial bujqësor dhe turistik të pashfrytzuar, zhdukja e statusit të saj si bashki nuk e shfrytëzon atë potencial. Harta nuk prodhon zhvillim, politika ekonomike po. Edhe dokumenti teknik që mbështet reformën pranon se ndryshimi i kufive nuk mund të zgjidhë problemet që shkaktojnë emigracioni, plagja, pabarazitë territoriale dhe përqendrimi ekonomik. Atëherë, në vend që të pyesim se cilën bashki duhet shkrijmë, duhet pyesim se çfarë duhet bëjmë që një 25 vjeçar të ketë arsye të jetojë në Shkodër, Korçë, Berat, Gjirokastër, Kukës, Peshkopi, Fiera apo Vlorë. Shqipëria ka një avantazh që shumë vende europiane do ta dëshironin. Ka një territor të vogël, distanca relativisht të shkurtra, 2 dete, male, liçene, lumenj, toka bujqësore, qytete historike dhe klimë mesdhetare. Në një hapësirë prej vetëm 28.000 km2 mund të ndërtohen disa pole ekonomike të specializuara. Shkodra mund të jetë një pol ekonomik, universitar, kulturor dhe turistik për veriun. Korça mund të zhvillojë një ekonomi të lidhur me arsimin, teknologjinë, bujqësinë, industrinë ushqimore dhe turizmin. Fieri mund të konsolidojë industrinë, energjinë dhe agroindustrinë. Berati dhe Gjirokastra mund ta lidhin trashëgiminë kulturore me një ekonomi turistike që funksionon gjatë gjithë vitit. Vlora mund të ndërtojë një ekonomi që nuk kufizohet te apartamentet dhe sezoni i verës. Kuksi dhe Dibra mund të lidhen me ekonominë malore, energjinë, turizmin dhe tregjet ndërkufitare. Por këto qytete kanë nevojë për universitete që funksionojnë, spitale rajonale që ofrojnë shërbime reale, transport publik ndërqytetas, administratë decentralizuar, internet dhe infrastrukturë, zona ekonomike të menduara sipas avantazheve lokale dhe politika fiskale që e bëjnë investimin jashtë Tiranës ekonomikisht tërheqës. Shteti mund të zhvendosë institucione kombëtare jashtë kryeqytetit, mund të krijojë stimuj fiskal për kompanitë që hapin vende pune të kualifikuara në qarqet me humbje popullsie, mund të lidhë universitetet rajonale me sektorët ekonomik të zonës, mund të ndërtojë transport kurudhor dhe publik që krijon korridore ekonomike, jo vetëm rrugë që sjellin njerëzit drejt Tiranës. Banka Botërore e ka identifikuar prej kohësh polarizimin e sistemit urban shqiptar. Analizat e saj tregojnë se shumica dërmuese e qyteteve shqiptare kanë humbur popullsinë, ndërsa korridori Tiranë-Durrës ka tërhequr një pjesë të madhe të rritjes demografike dhe ekonomike. Banka Botërore kërkon politika që menaxhojnë njëkohësisht rënien e qyteteve dhe kostot që krijon përqendrimi në aglomeracionet e mëdha, sepse edhe Tirana po e paguan këtë model. Kryeqyteti nuk mund të thithë pafundësisht popullsinë, automjetet, ndërtimet, zyrat, universitetet, spitalet dhe bizneset e një vendi të tërë pa humbur cilësinë e jetës.
Çdo apartament i ri kërkon rrugë, shkollë, qerë dhe ujë, kanalizime, parkim, transport dhe hapësirë publike. Kur popullsia dhe ndërtimi rriten më shpejt se infrastruktura, qyteti nuk bëhet më i pasur, qyteti bëhet më i kushtueshëm për banorët e tij. Banka Botërore e formulon pikërisht këtë problem kur kërkon politika që të ulin kostot e mbingarkesës në korridorin Tiranë-Durrës dhe investime në transport e shërbime publike. Kështu Shqipëria po prodhon një absurditet ekonomik. Nga njëra anë kemi qytete me banesa, rrugë, shkolla, spitale, toka, ujë, natyrë dhe hapësirë, por pa njerëz. Nga ana tjetër kemi Tiranën me njerëz, kapital dhe aktivitet ekonomik, por gjithnjë më pak hapësirë dhe një infrastrukturë që përballet me presion të vazhdueshëm. Njëra Shqipëri ka hapësirë dhe nuk ka njerëz, tjetra ka njerëz dhe nuk ka hapësirë. Ky nuk është urbanizimi menaxhuar, është përqendrim ekonomik pa një politikë serioze territoriale. Dhe tani qeveria kërkon ta trajtojë pasojën duke ndryshuar kufit e bashkive. Shqipërisë nuk i duhet thjesht një hartë me 46 apo 61 bashki. I duhet një hartë ekonomike e vendit për 20 vitet e ardhshme. Ajo duhet përcaktojë se ku do të zhvillohet industria, ku agroindustria, ku teknologjia, ku arsimi, ku turizmi, ku logjistika dhe ku shërbimet. Duhet përcaktojë se cilat qytete do të shërbejnë si pole rajonale dhe çfarë investimesh publike do t'i bëjnë ato konkurruese me kryeqytetin, sepse Shqipëria nuk ka nevojë që Korça të bëhet Tiranë. Qytetet duhet bëhen qytete ku njerëzit mund të punojnë, të arsimojnë fëmijët, marrin shërbim shëndetësor, të hapin biznes dhe të ndërtojnë jetën pa qenë të detyruar të transferohen në kryeqytet. Zhvillimi nuk matet me sa njerëz arrin të mbledhësh në Tiranë. Matet edhe me sa arsye u jep njerëzve për të mos braktisur pjesën tjetër të Shqipërisë. Sepse një vend me 28.000 km2 territor, me det, male, liçene, lumenj, fusha dhe 10 qytete, nuk mund ta organizojë të ardhmen e vet sikur e vetmja adresë e mundshme për një jetë normale të ishte Tirana. Nuk mund të jetojmë të gjithë në breg të Lanës.